Jemi rehat më, shumë mirë në shëndetësia. Shumë mirë jemi për lejat më betë Por ti je mirë se ti nuk vuan nga kockat, prandaj. Sekonda, vash se me mor diçka. Ku jemi mirë? Devi, Llafi mërdev, Llafi, ka të bëj Llafi. Llafi, hajde këtu ke vlla jot. E ke parasysh atë mikun ton që na thot një ditë do bëheni të pasur? Po vajti 2 vjet që thot këtë gjë dhe ne prap jemi të varfër. Çrëndsi ka, ma ti ndihesh mirë. Jo, mirë ndiem. Pra, ajo të shëron. Po Llafi mër Llafi se s'ka për të ndodhur asgjë nga këto. Pse Llafi të shëron, ë? Po Llafi të shëron më. Pse dhe pa kabina dhe pa fizioterapistë. Po fare. Pa ambulanca, pa gjë, pa spitale, pa. Po hiç, unë po them vetëm Llafin, të paktën Llafin e mirë. Dhe ne të tak faku, direkt tak fak. Bëm një vëzhgim në 4 qendra shëndetësore. Mire bot, se janë 17, po ke 4 mjaftojnë për ta kuptuar se ç'a ndodh. Do gjenim kabineta, fizioterapista, ne shkuam, po se ç'a gjetëm, ja, shikojeni vetë. Si fillim, kamera e fshehtë e emisionit Tak Fak do të shkojë në disa nga qendrat shëndetësore këtu në Tiranë për të verifikuar nëse kabinetet e fizioterapisë ekzistojnë apo jo. Këtu jemi vendosur te qendra shëndetësore numër 6 në kombinat. Ka shërbim fizioterapie këtu apo? Shërbim fizioterapie. Po ka, po duhet të flasësh njërë me mjekën tënde të familjes, shko të flasësh me një mjek, një nga këto se fikur. Të pyes një mjek. Juve keni qenë të që nuk është jemi gati akoma për të pritur të tilla diagnozë. Për të përdosh që kemë një palesër ose një gjë. Por, qofse vjen her pas here dhe imse bëjmë ushtrime, sa për ta asistuar. Pa gjë, Ti bëj vetë. është keq. Me mua, sot për sot, pa pasur asnjë lloj kushti. Atëherë, keq është, por sa pa gjë, ndoshta janë pak më mirë. Ja sa flas pak me drejtorin. Këtu ndodhemi te qendra shëndetësore në Kamës. Edhe këtu duam të dimë nëse shërbimi fizioterapisë ofrohet dhe nëse po, ambienti fizik ku ofrohet ky shërbim për pacientët të cilët janë me sklerozë multiple, por jo vetëm. Si keni qenë? Ja Shiko, unë kam vajzën, e kam ke ambulanca lagjes 5. Okej. Aty s'ka fizioterapi. Qa problemi ka? Është me sklerozë multiple. Edhe nuk e di, e lu, afroni një fashë e di. Ne këtu nuk kemi, kjo është hapësira. E kuptoj që e vogël shumë, e pashë. Edhe ti di që duhet mjetë Unë mund të të jam, po këtu duhet që do vinë mjetet në një orën të... Do vinë më vonë. Po se kur, nuk kam një vit këtu nuk kanë ardhur akoma. Po para ju s'ka pas fizioterapisti, s'ka pas. Këtu jemi vendosur te klinika numër 10 në qytetin e Tiranës. Okej, se kam shumë i vetë tjetër të thonë që kabineti nuk është. Skleroza multiple do ta trajtojmë me terapi manuale, me terapi ushtrimore. Ashtu bëhet, ëh? Kabineti nuk pjesa aparaturave nuk është akoma, nuk është montuar akoma, po pjesën e terapisë ushtrimore mund ta vazhdojmë pa problem fare. Ato që kemi do ja bëjmë. Po, në shpinë se vëmë do të vetë, po s'e di. Por duke shoqëruar një familjar dhe duke parë se çfarë bëjmë këtu, mund të bëni ndonjë gjë mbas dita. Okej, kjo aparatura nuk... Për momentin janë porositur, por nuk kanë ardhur akoma. Ndodhem tek qendra shëndetësore e Vorës. Si ke mirë, si ke qenë, Unë lojnë dhe sklerozë multiple, unë thonë që duhet të kemë pjesën e fizioterapisë, po nuk e di, a bëhet këtu, si do të bëjmë gjëndë? Në pjesën ushtrimore, do të thënë pjesën këtu, në pjesën ushtrimore, izbatën pjesën këtu, edukojmë edhe pjesën e familjarëve, se si do të punojnë tek shtëpia, pjesën e çfarë stadi është ja vëllai? Po drejtë nuk e di se e kemi nisë në qendra tjera, duke vazhduar në shtëpi dhe pastaj më thonë që më duhet të pajisë. Se nuk do s'kemi më të ndryshme. Si laborator me pa ku do jetë, më thonë që është një bën ushtrim me gjëra. Ja, këtë kemi. Në kjo këtu është, që bën pjesën manuale. Po pjesën manuale. Nuk e këtu është më të drejtën. Nuk është hapur akoma si kabinet ta marrë pjesën e palestrës se me të gjitha këto. Po presim më të drejtën, sepse po mundohem që të shtojmë edhe pjesën e pajisjeve edhe pjesën tjetër se kemi bërë kërkesën. Nuk i kemi akoma, në nga sjell akoma. Besoj do na sjellin shumë shpejt se kështu na kanë thënë.